Arsela Gjonaj, zonja me cilën sapo do flasim dhe kemi në Skype. Dhe jam shumë e lumtur kur janë njerëzit në Skype që ti shoh nga afër, ti dua më shumë në Skype. Arsela ka bërë gati valizh. Arsela, më dëgjon? Po të dëgjoj. Tani ti ke bërë gati valizhet për t'u kthyer. Në një farë mënyrë po. Kam bërë gati mendjen në rast të parë, kështu që edhe shumë e bukur kjo, ke bërë gati mendjen. Atëherë Arsela ka studiuar në Itali. Ka shkuar në Milano, nuk e donte Milanon. Bie dakord me ty për Milanon, s'më kanë ngjitur as mua. Pastaj u kthye në Shqipëri dhe këto janë shënimet që un kam marr dhe u bë dhe më keq, kishte njerëz që kishte padrejtësira, këto sistemi ynë që të orienton pak. Sa vite ishe në Itali? Në total, gati 9 vite, midis studimeve dhe punës. Po goxha, pas ke shumë vite në Itali. Ke bërë dhe punë, pra ke filluar asimilimin atje në Itali, shkolla, gjithçka. Pasi mbarova studimet, fillova punë në studio ligjore, bëhet praktik 2 vjeçare dhe pastaj edhe si avokate e re, po themi, sepse duhet të kalosh në fillim provimin që të quhesh avokate, të paktën në Itali. Ka shumë se që funksionon edhe në Shqipëri, po atje është 2 vite. Dhe edhe pse e gjete këtë punën, e gjete në profesionin tënd. Në Itali, vendose të ikësh në Belgjik. Shkova në Milano. Po. Pra, nga studimet që kryeva në Bari, u vendosa në Milano, sepse me idenë që është një qytet i madh, që ofron mundësi më të shumta, por shoku kulturor dhe gjithë ambienti, qoftë, po themi, raportet njerëzore që më duken shumë sipërfaqësore, qoftë ai moti gri, nuk më bën ta doja aq shumë Milano. Zemra, ti le një mot gri për një mot grier. Akoma më gri që është ai i Belgjikës. Nuk është e bëra dhe themi katapultime, u ktheva në fillim në Shqipëri, sepse edhe në atë moment mendova që cikli në Itali në një farë mënyrë ishte mbyllur, pra ato që kisha për të marrë nga ana po themi profesionale i kisha marrë, kështu që vendosa të kthehesha në Shqipëri dhe bëra disa vite, po themi, eksperiencë pune, qoftë si juriste, qoftë pak në media, se ka qenë gjithmonë komunikacioni ka qenë pasionim, kështu që bëra ato eksperiencat që duhet të bëja dhe ndodhi, sepse jeta është me shanse, me mundësira, si themi, jeta është një surprizë gjithmonë, që të shkoja në Belgjik. Isha, le të themi në një farë mënyrë edhe jo mërzitur me Tiranë, po më ishte mbushur që kupa edhe me Tiranë. Isha e lodhur. Të bëj një eksperiencë, isha lodhur, isha pak kisha hyrë pak në atë jetën monotone të Tiranës, edhe pata një farë, si të thuash, gëzimi kur u largova për herë të dytë. Dhe shkove me entuziazëm në Belgjik, në Bruxelles? Në Bruxelles. Me sa po kuptoj, sepse ke punuar në një agjenci të Bashkimit Evropian. Për rreth 6 vite? Dhe me thënë, jo 6 vite, se 6 vite kam total atje, po vitet e para më desh të përshtatesha, më desh të mësoja gjuhë, dhe pastaj pas atyre përpjekjeve ulje ngritjet e para, më në fund erdhen edhe kënaqësitë, po themi, profesionale, pra kur ti thua unë më në fund jam në zemër të Brukselit, që është edhe zemra e Europës, ku janë institucionet europiane, NATO, etj. Dhe arrita më në fund që të punoja në disa nga agjensitë që punojnë për llogari të Komisionit Evropian. Kështu që në disa prej tyre arrita të punoja. Edhe kjo ishte një satisfaksion, se në një farë mënyrë ishte si një ëndër për mua, por arrita që ta arrija këtë gjë dhe patjetër, është dhe super gjë dhe për CV. Por urrej administratën, burokracirat të tmerrshme dhe janë në fakt, burokracirat dhe BE-ja është e famshme për burokracirat e veta, por kushtet e paga shumë e mirë. Dhe ajo që më pëlqeu, atje bëri një kurs për aktrim dhe nisë dhe një podcast për kinema. Po. Kështu që s'po bie rahatas atje. Po le të themi që jam njëri kurioze, edhe kështu që kërkoj gjithmonë rishpiken, edhe nuk e ndaloj vetëm tek ato gjërat klasike, tek studimet klasike. E gjitha ndodhi në momentin që Covidi deshi trokiti në dyert tona, kështu që ishte një moment reflektimi në një farë mënyrë. Ishte një moment reflektimi që më bëri edhe të mendoja, po a jam e lumtur me këto që po bëj, a ndihem mirë, a dua të bëj këto në fakt, arrita të arri edhe ca gjëra që siç thash ishin ëndra, po
A më përmbushim me të vërtet, dhe aty ishte ai momenti ku fillova të thosha po, okej, mbase nuk kam studiuar për aktrim, po mund ta bëj përsëri një kurs. Edhe vërtet, kur e mora këtë iniciativë, të gjithë më thoshin mos u ndal, mos mendo për moshë sepse se bëra më e re apo jo, thjesht bëja. Kështu që bëra ato që më pëlqenin, dhe ndërkohë që bëja këtë gjë dhe më hap, le të themi në një farë mënyrë një horizont i ri, një njerëz të rinj, hyra në një botë gjithmonë më kishte tërhequr, po që nuk, siç e thash, nuk isha studiuar ato studimet klasike, nuk isha studiuar dramaturgji, po themi, aktrim. Ndodhi domethënë ajo që thash, po pse mos ti kombinoj një çik të gjitha pasionet që kam, dhe pasionin për komunikacionin, nga ana tjetër të flas për kinematografinë dhe kineastët shqiptar që sidomos dekadet e fundit po na bëjnë krenar sepse kanë domethënë filma me të cilat po na prezantojnë mjaft mirë në shumë kompeticione, festivale apo siç mund të quhen. Kështu që kështu erdhën të gjitha. Dhe erdhën të gjitha, ndërkohë pra gjetë edhe pasionin tënd, një pasion që ti e përmend edhe pak më parë, sepse the që edhe në Shqipëri provove komunikimin. Tani kam punuar në media. Tani po kthehesh dhe thua që Europa është fshat. Pse po kthehesh? Nuk e të tamam ashtu, them që në Europë vazhdojnë të jenë akoma disa pyetje klishe të tipit nga vjen, që për mendimin tim janë pyetje kategorizuese për të mos u quajtur diskriminuese. Çfarë tjetër të bezdiste atje? Çfarë mua personalisht nuk më pëlqente, ishte përveç motit që është tmerrsisht i shumtuar sepse është gri me shi, është edhe, po themi, kjo jeta sociale, po ndoshta kjo ka ndodhur edhe me faktin që nga Covidi, ku njerëzit tani më nuk punojnë në përzyra siç ishte më përpara 5 ditë në 5, por punojnë 2 ditë në zyrë dhe 3 ditë nga shtëpia. Kjo ka sjellë izolim. Pra, jeta sociale është limituar shumë. Dhe çfarë personalisht mua më filloi të më blente ose të më kthej në mendjen time ishte pyetja kush jam unë? Po kërkoja identitetin tim. Nëse më përpara identiteti im nuk përbënte ndonjë problem për mua, ishte i sfumuar, mundësisht mos s'kishte asnjë lloj rëndësie. Domethënë, kur jetoja në Itali doja shumë të isha një pjesë e shoqërisë atje dhe mundësisht as aksentit mos më dalloj. Tani kur isha në Belgjik nuk isha as pak këtë, madje gjithmonë e kam thënë, atë gjuhën frënge e flas me aksente të tjera, por brenda meje, po me kalimin e kohës po shija që po rritej më tepër kjo ndjenja që unë jam shqiptare, që unë jam mirë këtu, por prapë nuk ndihem e dobishme. Pra, nëse mua Belgjika më jep nga ana, po themi, kulturore, më pasuron shumë, këtu kam aktivitete pafund për të bërë, sidomos ato që kanë të bëjnë me kinematografin, festivale pafund që ndjeket e tjera, nga ana tjetër, më sillte një farë si them, një farë nostalgjie për Shqipërinë. Unë ndjeja gjithmonë më tepër me kalimin e kohës një nostalgji për Shqipërinë, me idenë që këtu mbeten prap një numër, një njerëz si gjithë të tjerët. Ndoshta në Shqipëri mund të bëj diçka që është më e dobishme dhe vendi im ndoshta merr në një farë mënyre. Më fal, jam kurioze, për te pjekurisë tuaj, pjekurisë kalimin e viteve, të eksperiencës, pjekurisë së moshës, a ka ndikim edhe pjekuria e Shqipërisë? Sepse dhe Shqipëria është rritur, është zhvilluar, tashmë, domethënë nuk kemi, dikur e kemi pasur dhe turp të përmendin Shqipërinë, sepse ishte në lajme për gjërat këqija. Tash është dhe imazhi i Shqipërisë, është në lajme për turizmin, po shkon gjithë bota. Pra, kur thua Shqipëria tani nuk shkon mendja te krimi, po të shkote deti blu tek Ksamili. Është komplet një tjetër perceptimi i Shqipërisë. Dhe perceptimi është shumë i rëndësishëm tek ne, besoj, apo jo, Jona? Se si kujt i përkasim edhe çfarë lloj perceptimi ka në botë vendi. Ndoshta mendoj që ka ndihmuar edhe kjo, që je pjekur paralelisht me pjekjen e Shqipërisë, që ti e sheh veten je shumë më krenare, pra tamam shpreha krenare që je shqiptare. Është ajo që tham në fillim, domethënë ideja është që media ose bumerangu që bëhet ndonjëherë jehona e disa vendeve sigurisht që krijon perceptime. Dhe nuk është pa njerëzve që krijojnë këto perceptime sepse kështu është servirur. Dhe është e vërtetë që vitet e fundit bumerangu dhe emri i Shqipërisë përmendet sidomos për pushimet dhe unë tani, gjë që nuk
ndodhte të pak të vitet e para kur kam ardhur unë, por ndodh shumë vitet e fundit, domethënë 2-3 vitet e fundit sa herë përmend vendin tim, më thonë që dikush nga shoqëria e tyre ka qenë në Shqipëri dhe shumë shpejt ata do ta vizitojnë Shqipërinë. Pra më flasin tani më për pushime. Kjo është e vërtetë. Kjo më bën shumë krenare. Sigurisht që më bën krenare, por duhet thënë që unë herën e dytë, pra po themi largimi im drejt Belgjikës, ishte kur unë isha në një moshë më të pjekur dhe qasja ime ishte ndryshe. Pra unë absolutisht nuk e kam shehur ndonjëherë apo nuk kam patur problem të them që jam shqiptare. Por perceptimi në vite është e vërtetë që ka ndryshuar dhe ka ndryshuar për mirë dhe tani unë jam, si të thuash, më e lumtur kur e them që jam nga Shqipëria dhe nuk kam atë pritshmërinë që mund të ndodh ndonjëherë edhe të gjykohem apo vjen nga Shqipëria një vend që nuk ka patur emër të mirë. Kështu që është e vërtetë që të dyja kanë ecur në crescendo, në përmirësim. Unë teksa dëgjoja, në fakt po kuptoja ose po mendoja sa njëri pasur me këto eksperienca nga Italia, Belgjika, ka gjetur veten në shumë vende, le themi, të ndryshme edhe në aspektin e punësimit edhe të kreativitetit, zhvillimit të personal. Edhe, më thënë, më bën të kuptoj që ke përfituar dhe veç këtyre ke përfituar dhe një vedi shumë të lartë për veten, se çfarë të intereson, çfarë ke prioritet, siç edhe diskutuam në rastet e mëhershme. Pra, emigrimi në një farë mënyrë edhe ndihmon. Nuk e di, e keni perceptuar kështu. Tashmë që thatë keni bërë gati valigjet dhe po ktheheni dhe si janë këto valigje? E shikoj pikërisht kështu, e shikoj të gjithë rrugëtimin tim, e shikoj si eksperjenca dhe këtë do doja të thoja në një farë mënyrë për të gjithë që çdo cikël, nëse mund ta quajmë kështu, çdo eksperiencë që bëhet në një farë mënyre, nga një anë mund të jetë diçka e panjohur, diçka e re, por nga ana tjetër mund të jetë një pasuri. Ti merr një vedije. Nuk kam qenë e njëjtë kur jam larguar drejt Italisë. Dija që doja vetëm të studioja jashtë dhe kjo ishte dëshira ime dhe mund të mos të kthehesha fare pas. Po sa më shumë bëja eksperjenca dhe sa më shumë koha kalonte dhe sa më shumë unë arrija ca gjëra, prap nuk e di pse, po koha kthehej pas dhe thosha, okay, unë e mora atë që kisha për të marrë, e bëra, ndihem më mirë tani, por dua të kthehem edhe në vendin tim. Kam edhe një të mirë tjetër që përshtatem. Pra unë nuk e shikoj kthimin, largimin, qoftë nga Shqipëria jashtë apo jashtë drejt Shqipërisë, si një disfat apo si diçka që duhet parë sikur dështim. Unë e shikoj si një pasurim, e shikoj si një eksperiencë nga e cila ti merr, nga e cila ti kupton disa gjëra dhe nëse në një moment të caktuar të jetës tënde lindin edhe disa pikpyetje që janë normale për mendimin tim, si për shembull, po unë ku dua të jetoj? Kujt i përkas unë? Çfarë jam unë? Jam me të vërtetë një njeri i Evropës, i botës, apo jam shqiptare që mori eksperiencat e veta dhe tani është gati të kthehet në vendin e saj, se atje fundja i duket se do jetë më e dobishme. Unë jam në këtë konkluzion. Arsela, ti ke shkuar në Itali direkt për shkollë? Po, unë kam shkuar në moshën e studentes, domethënë të bëja studime. Si ke qenë nga ekonomia familjare? Ke pasur mbështetjen e prindërve? Po. Më kanë mbështetur prindërit. Kështu që kam qenë e lehtësuar nga kjo barra e punës, po themi, detyra ime ato ishte të mësoja. Jo, se kjo e di çfarë, unë nga mini analizë timen, ka shumë të bëj edhe, se kjo është jeta historisë e imja, ka shumë të bëj dhe ekonomia dhe domethënë çfarë lëm brapa, mbështetja, sepse ti nuk e ke atë sensin e bietusit, shumë të fortë, pra unë do rri me deo mos në një vend tjetër, por ke një lloj e para. Dhe Arsela është ka qenë edhe këtu afër që është akoma më e lehtë. Pra dhe nuk dhe atë pjesë që u them gjithmonë ke një lloj mbushje këtej që edhe këtu jam mirë edhe aty jam mirë. Pra je gjithmonë një udhëtare, ti nisesh si një udhëtare. Nuk nisesh me sensin që unë do rri atje se ndryshe nuk ka kthim brapa. Unë do iki dhe do vuaj. Dhe e dyta sepse e kuptova nga mentaliteti i saj, që është një mentalitet jo shumë i shpesh shqiptar, fatkeqësisht, sepse neve kemi ekonominë, pra është s'po themi atë piramidën e Maslowit, se kam mësuar gjithë tash ta thonë rrugë edhe ato nevojat, bazat, por jemi akoma tek nevojat e para. Kështu që duke qenë te nevoja ekonomike, ne nuk arrim, ajo ka arritur në vetë aktualizimin e saj prej kohësh, sepse shkon në Itali, nuk i pëlqet Milano, mënyra se si shprehet, pastaj shkon në Belgjik, i pëlqen ai qyteti vogël, po nga ana tjetër si pëlqen burokracia, por i pëlqen aktrimi. Pra nuk ka shumë,
jashtuar dhe kjo është një lajm shumë i mirë kur shtohen shqiptarë që flasin si Arieta, është lajm shumë i mirë që ne akoma në Shqipëri quajmë ti je rahat nga trut, më fal, po kështu i quajmë. Kjo është rahat nga trut. Është të bëj aktrimi kjo, gruaja filloi aktrimi, filloi kërcet tash, filloi merret me yoga, jemi akoma në atë lloj gjykimi. Po këto janë lajme shumë të mira, nëse do ishte më shpesh kjo, sepse jemi mirë ekonomikisht, që jemi akoma. Por Arsela besoj që ka ndihmuar edhe kjo pjesa. Nuk e di pse po qeshti, se u shkrive. Jo, është mënyra se si e the. Po marri, po. Po është e vërtet, po më thëmo ti rahat. Po më jam rahat tash, po ç'të bëj unë tani? Po që të bësh tash kursë, më kanë thënë njerëz në intimitet, shumë të afërt, më të afërt se ç'duhet. Ma kanë thënë që kur them unë që dua të flas ose unë me motrin që bëjmë biseda çuditshme, për shembull, ore ç'a mendon për Jupiterin sot në kohë të jera rahat. Po je rahat. Dhe ti Arsela je pak rahat, në kuptimin që je rahat. Ka pas një siguri nga familja. Dhe kjo rahatia po. Edhe t'jep më shumë liri pastaj tek zgjedhjet e vendimet që ndryshojnë, edhe pse unë e pash paktën kështu e ndjeva, ajo pjesa e vendimeve shumë të pjekura, domethënë dhe me analizë, ose ka qenë gjithkohës duke i marr, kam këtë lirinë të mbështetën dhe ka vazhduar të eksploroj pafund, por mundësi që i ka pasur i ka shfrytzuar, kështu paktën më shfaqet mua. Kjo gjë që sapo that, edhe keni përfituar gjatë këtyre eksperiencave. Pra Arsela është më shumë një udhëtare se një imigrante. Një udhëtare. Do kthesh me optimizëm në Shqipëri edhe pse e le Shqipërinë nga gjëra që s'të pëlqyen, por prap do kthesh me optimizëm, por gjithsesi ti kudo që të shkosh, kam përshtypjen që do e shijosh, kështu që s'ka rëndësi fare, edhe po s'të pëlqeu Shqipëria mas sa kohësh, merr valixhet, je në rregull fare. Kështu e shikoj çdo gjë si një eksperiencë, nuk shikoj asnjë gjë në mënyrë, le të themi, të programuar, statike që nuk lëviz. Unë shikoj çdo gjë fluide, përshtatje. Le të falenderojmë shumë edhe vazhdo me këtë positive mindset, me këtë të menduar pozitivisht për veten tënde edhe për gjithçka që rrethën. Faleminderit. Ju falenderoj shumë edhe unë, ishte një bashkëbisedim shumë i këndshëm edhe ju uroj sukses në punën tuaj. Edhe vazhdo me aktrimin. Patjetër. Është mrekullim më vetë ajo. Faleminderit. Arsela pra si thash edhe unë në gjuhë shqiptar që ishte rahat, pra kishte një mentalitet rahat, që ishte një mentalitet pak shumë i mirë. I gëzoi çdo vendi, kur si pëlqente lëvizte. Tani do të kthehet në Shqipëri, ka bërë valixhet, pra dhe është okay kudo dhe bën më të mirën e vendit. Edhe kur s'pëlqen diçka, nuk përshtatet dhe thot do rri atje dhe do mërzitem deri në fund, por gjen mënyra për të kënaqur veten. Dhe siç e zbuluam dhe rrugës me hetuesin ton, ajo ishte edhe mirë ekonomikisht nga familja, pra janë shumë gjëra që kanë ndikuar. Që bëjmë bashkë. Ndërkohë, një gjë që mua më ka bërë shumë përshtypje se thash unë jam si rasti Arselës në një lloj mënyre, nuk kam pasur kokën mbrapa te familja dhe këtë kam thënë gjithmonë. Edhe kur më thon, kur më pyesin që pse u ktheve nga Amerika, i kam thënë mos shihni historinë time, sepse historia ime është specifike. Un kam qenë shumë mirë dhe në Shqipëri, kam qenë dhe shumë mirë në Amerikë. Pra unë thjesht lëviza. Nga një vend, nga një situatë shumë e mirë këtu, në një situatë shumë të mirë këtu. Por ka shumë njerëz që marrin shumë bagazhe me vete. Atëherë tani folëm Jona për emigrant të cilët duan vimë vrap. Dhe këto janë edhe emigrantët e valës së dytë, siç kemi folur dhe më ke shpjeguar që është vala, sidomos kjo vala e Gjermanisë, se çfarë vitit ka ndodhur? 2016. 2016. Këto janë emigrantët e valës së dytë që kanë shkuar atje dhe që nuk po përshtaten dot edhe duan vimë vrap. Po ndërkohë, në këtë valën e dytë